Me i lavdi Zotit. Zoti është i mirë dhe mirësia e Zotit vazhdon për jetë. Le të fokusohemi tek mirësia e Tij dhe le të fokusohemi te fytyra e Perëndis. Sepse kur ne shikojmë drejt Zotit, ne shikojmë lavdinë e Tij dhe lavdia e Tij shkëlqen mbi ne. Shpeshherë ne ndodhemi përballë dilemave, duam të zgjedhim ndoshta një shkollë, duam të gjejmë një mënyrë në jetë, një punë dhe ndonjëherë nuk i kuptojmë situatat. Por fjala e Zotit thot, Predikuesi kapitulli 8 vargu 1. Kush është si I urti, kush e njeh interpretimin e sendeve ose gjërave. Dituria e njeriut bën që të shkëlqejë fytyra e tij dhe e ndryshon ashpërsinë e fytyrës së tij. Shpesh për shkak se ne nuk kuptojmë të ardhmen, kjo na bën të jemi të ashpër. Edhe ne ndodhemi shpesh në udhkryq dhe nuk dim nga të shkojmë majtas, djathtas apo drejt. Dhe për këtë arsye njerëzit trishtohen, friksohen, hidhërohen. Por fjala e Zotit thot dituria e njeriut që beson te Zoti bën që fytyra të shkëlqejë. Gjithashtu 1 Korintasve kapitulli 2 vargu 16 fjala e Zotit thot ne kemi mendjen e Krishtit, që do thot ne kemi urtësinë e Krishtit, ne kemi interpretim përmes mendjes së Krishtit. Edhe ndërsa ne lexojmë fjalën e Zotit sot, edhe ndërsa besojmë, unë do doja që të bëjmë këtë lutje. Edhe ndërsa e bëjmë këtë lutje, duhet të bijem dakord me fjalën e Perëndis. Jezusi tha kur 2 ose 3 mblidhen bashkë dhe janë në një mendje, cila është mendja? Nuk do pinë kafe, nuk do bëjnë muhabet, por çfarë? Do kërkojnë emrin e Zotit. Dhe ndërsa ne mblidhemi në emrin e Jezusit, ne jemi aty. Dhe nëse ne bijem dakord, atëherë plani dhe vullneti I Zotit bëhet. Edhe sot le të bijem dakord me fjalën e Perëndis. Le të shpallim shkëlqimin e dritës së Zotit, shkëlqimin e diturisë së Zotit në jetën tonë. Prandaj do doja që ta përsërisni pas meje, me besim, me zemër dhe me gojë. Unë shpall se do të eci në mençurinë hyjnore përmbi konfuzionin. Rëmuja nuk ka vend në jetën time. Unë marr me besim kuptim nga fryma e Zotit, që të kuptoj interpretimin e çështjeve dhe gjërave që ndodhen para meje. Unë shpall se Zoti do të më zbuloj kuptimet e fshehura, planet, kurthet e armikut më zbulohen mua nga fryma e Perëndis. Ai më jep fuqi që në emrin e Jezu Krishtit të kap rrog këto mendime negative dhe t'i nënshtroj dhe t'i ul poshtë këmbëve të mia në emrin e Jezusit. Unë shpall se unë kam qartësi në situatat e mia, në situata që më parë kisha pas siguri, tani jam I sigurt. Unë shpall se kam aftësi nga fryma e shenjtë, kam frymë dallimi për çdo vendim që unë do marr. Unë do ta marr me Zotin. Unë shpall se unë do të përgjigjem me mençuri, jo me zemërim, jo me inat, por me dashuri, me durim, me paqe dhe me fjalët e duhura. Unë shpall se fjalët e mia do të çlirohen dhe me fuqinë e Zotit
do të sjellin zgjidhje, do të sjellin paqe në situata të vështira. Unë shpall që misteret do të shpalosen para meje. Unë shpall që depërtimi i fjalës dhe zbulesa e frymës shenjtë do të qëndrojë në mendjen time. Mendja ime pushon në shkëlqimin hyjnor të fuqisë dhe lartësisë së Perëndisë. Unë shpall se unë kam mendjen e Krishtit dhe kjo më jep inteligjencë qellore. Unë shpall se mençuria e Krishtit bën që fytyra ime të shkëlqej lavdinë e Atit. Unë shpall se unë do të kem një shkëlqim të dukshëm, mirëdashje, besim, zemër gjerësi dhe zemër butësi, dhe unë do të njihem për këto gjëra. Unë shpall që fytyra ime do të pasqyroj paqe dhe siguri. Unë shpall që ankthi do largohet nga shprehja e fytyrës time dhe gëzimi do ta zvendçoj ata. Unë shpall se nuk do të friksohem nga asnjë çështje komplekse, nga asnjë kurth i djallit, sepse unë kam fitore në emrin e Jezusit. Unë shpall se jam i vajosur dhe i vullosur me kaparin e frymës shenjtë dhe besimi hyjnor shënjon praninë time. Unë jam i rrethuar me bekimin e Zotit kudo që jam. Unë shpall se njerëzit do të shohin qartësi, stabilitet në jetën time dhe unë do ta pasqyroj atë. Unë shpall që mençuria e Zotit do të transformojë sjelljet e mia. Shpall që fytyra ime do të ndryshojë nga pasiguria në autoritet, dhe kjo më siguron mua avantazh dhe epërsi ndaj armiqve të mi. Unë shpall se turpi, frika janë hequr nga fuqia e ungjillit dhe unë kam marrë guxim dhe kjo është e vendosur në mua, mbi mua, para meje, mbrapa meje, majtas meje, djathtas meje dhe rreth e qark meje. Unë shpall se unë qëndroj me guxim, me hir në shkëmbin e shpëtimit tim. Unë e kam ndërtuar shtëpinë time mbi shkëmbin Jezus Krisht dhe unë qëndroj mbi çdo problem fitimtar. Unë shpall se fytyra ime shkëlqen nga shembullimi i lavdisë së Jezu Krishtit, me paqe dhe me qartësi. Fytyra ime pasqyron besim, unë eci në mençuri, unë shkëlqej me aftësi dalluese dhe unë qëndroj me guxim në emrin e Jezusit. Unë bie dakord me fjalët e gojës time dhe besoj në zemrën time dhe unë pres që të ndodhi sot. Nga sot e tutje unë do shkëlqej lavdinë e Zotit. Haleluja. Frymë shenjtë. Haleluja. Le t'japim duar trokitje Zotit. Haleluja.
Le ta adhurojmë Zotin, ndërsa adhurojmë Zotin, le ta trazojmë të zjarë brenda vetes tonë. Haleluja. Hallelujah.
Sweetly, sweet
Ndoshta ti mund të ndodhesh në errësirë, ndoshta rrethanat e tua mund të jenë të trazuara, ndoshta mund të jetë njerëz që thuhin plane kundër teje. Edhe një ditë dikush që më kërkoi lutje tha, pastor, po thuhin plane kundër meje. Por fjala e Zotit na mëson sot që ai na bën që ne të kuptojmë, të interpretojmë çështjet e fshehta. Ai na jep mendjen e Krishtit. Ai na jep mençuri hyjnore kur ne jemi në konfuzion, kur ne nuk dimë. Prandaj nëse ti nuk di çfarë të bësh sot, thuaj Zotit, Zot më jep mençuri hyjnore. Hapi sytë e mi që të shoh Krishtin. Unë dua të shoh Krishtin. E ne jetojmë 40 ditë para Pashkës, që është Kristofania, që do thotë shfaqja e Krishtit. Ne të kërkojmë Zotit sot, Zot, shfaqu në jetën time. Nëse ti ke njerëz në familjen tënde që po jetojnë në errësirë, sot lutu Zot, shfaqu burrin tim, shfaqu vllajt, gruas, motrës, babajt, nanës, shfaqu sot në emrin e Jezusit. Kërkoj Zotin sot që ai të shfaqet. Dhe ai do të shfaqet. Fjala e Zotit thotë që bota ishte errësirë dhe Perëndia foli. Kjo shfaqja e parë e Krishtit. Ai u shfaq si drita në mes të errësirës. Sa do errësirë të jetë situata jote, Krishti do shfaqet. Krishti do shfaqet në emrin e Jezusit. Shpallë sot, Krishti do shfaqet në jetën time. Krishti do bëjë mrekulli në jetën time. Haleluja, në emrin e Jezusit. Ai do shfaqet. Ta dini 100% e sigurt që ai do shfaqet. Ai do ta kthejë shkretëtirën në oazë. Në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Shpallë sot, shkretëtira ime do lulëzoj dhe do jetë oazë i bukur. Në emrin e Jezusit. Bibla thot që djalli vjen për të vrarë, për të vjedhur dhe për të shkatruar. Nëse një nga këto të tre gjëra ke përjetuar në jetën tënde, sot ti ke autoritet, sepse Krishti u shfaq, shkoi në kryq, vdiq dhe u ringjall. Dhe Bibla thot që ai u shfaq dishepujve 40 ditë i ringjallur. Dhe ne kemi dëshmi plot që Krishti është shfaqur. Dhe sot thuaj Zot, shfaqu në shkretëtirën time. Në emrin e Jezusit. Sot ti ke autoritet që ti thuash djallit, djall në emrin e Jezus, më kthe mbrapa atë që ti më ke vjedhur. Ti s'ke autoritet të vjedhësh. Nëse i ka vjedhur fëmijët e tu dhe i ka çuar në një rrugë të keqe, nëse ka vjedhur një nga anëtarët e familjes tënde dhe i ka çuar në drogë, e ka çuar në alkool, e ka çuar në vese të këqija, sot thuaj, kthej në emrin e Jezusit. Ti nuk ke autoritet ta mbash. Krishti do shfaqet në jetën e familjarëve të mi në emrin e Jezusit, dhe ata do shpëtohen.
Krishti do shfaqet në jetën e burrit tim, mos ri duke mallkuar burrin apo gruan, mos ri duke mallkuar, por lutu, shfaqu në emër të Jezusit Zot. Shfaqe. Në emër të Jezusit, drit në emër të Jezusit. Kuptim. Mendja që është e rësuar, thuaj sot, kuptim, urtësi, diturinja Zotit. Hapeni syt, të hapen syt në emër të Jezusit. Të hapen syt në emër të Jezusit. Haleluja Zot. Shfaqu Zot. Shfaqu tani Zot. Ne lutemi për shfaqje Zot. Ne lutemi për ata që kanë kërkuar lutje për shërim. Lutemi për Marietën, për Laurën, Erionin, dy minjakët. Lutemi për Lutën, për Amitin. Lutemi për dy fëmijë të vegjël. Mamaja tyre më kërkoi lutje sot. Ata jetojnë në Itali. Nuk mund ta them problemin që kanë, por do të lutemi që Zoti të shfaqet. Dje dikush tjetër na kërkoi lutje për djalin e vet që ishte shumë i stresuar adoleshent. Le të lutemi që Zoti të shfaqet, Zot shfaqe tundi, shtalkat e zemrave të tyre, Zot. Shfaqe lavdin tënde, Zot. Ne lutemi që me të vërtet një angjëll të fluturojë, Zot, edhe të shkojë atje, Zot, dhe të ndihmojë. Angjëllit e Zotit në emër të Jezusit. Ne lutemi dhe urdhërojmë sot, shkoni dhe shërbeni këtyre njerëzve, shfaqu me shërim, me shenja dhe me mrekulli sot në emër të Jezusit. Shfaqe Zot. Shfaqe bukurin tënde Zot. Largo shëmtim njerëzore në emër të Jezusit. Ti mrekullueshëm Zot. Se ti je mio Zot. Aleluja. Kërkoj Zotin sot. Dërsa këndojmë, duhet të mendosh çfarë lloj fytyre ke shfaqur, fytyrë të mërzitur, të dështuar, të frikësuar. Zoti do që ti të shfaqesh lavdinë e tij. Kjo është arsye pse ai na solli në botë, që ne të shfaqim lavdinë e tij. Mere sot, mere shfaqjen e lavdisë së Zotit. Dërë dhe zjarin e altarit tënd o Zot. Mere o Zot. Mere prush në altarin e Zot dhe vendosi në buzën tona Zot. Digje Zot gjithçka që duhet të digje në emër të Jezusit. Ne kërkojmë vullnetin tënd, Zot, ne kërkojmë prezencën tënde o Zot. Ti e madhështon o Zot. Haleluja Zot.
Kërkohet sot që lavdia e ti të shfaqet. Mos ndalon. Mos përton. Thuaj Zot, shfaqu në mua. Shfaqu në familjen time. Shfaqu në kishën tonë. Bëj shenja dhe mrekulli. Shpëtime Zot, shpirime Zot, bekime Zot, shërime Zot. Thuaj Zotit, Zot, shfaqu në punën time në emrin Jezus, ose në punët e mia në emrin Jezus. Thuaj Zotit, Zot, shfaqu në biznesin tim. Unë isha tije në një biznes që nuk po ecte, dhe sa vura këmbën, Zoti më tha lullëzim. Dhe më tha, Zot, shfaqu. Nuk ka lidhje fare me mua, por ne do të lutemi kur shikojmë gjëra që nuk ecin, ne do të lutemi që Zoti të shfaqet. Zot, shfaq lavdin tënde, Zot, dhe kthej në oazë. Lutu Zot, kthej buxhetet e mia, financat e mia në oazë. Zoti ka bekuar kishën tonë. Ne jemi duke bekuar shumë njerëz. Kisha ju ka bekuar deri në 300 njerëz gjatë kohës së përmbytjes. Dhe vazhdojmë të kemi dhe gjithmonë do japim, do jemi kanal. Unë kam thënë Zot, më zgjero zemrën që unë të derdhem edhe të bekoj. Po ndërsa ti bekon të tjerë, Zoti të bekon ty. Prandaj sot, thuaj Zotit, Zot, shfaqu në emrin Jezus. Shfaqu të pronari im në emër Krishtit. Bëj që ai të kthehet, shfaqu të drejtorit, të drejtoresha ime në emrin e Jezusit. Shfaqu Zot në emër Krishtit. Beko Zot këto që më bekon mua. Shoh që të bekuar ata që na bekojnë në emër Jezusit. Le të shfaqet lavdia jote Zot. Ti je i denjë Zot. Le të shfaqet lavdia jote në Alidem Zot. Shfaqet lavdin tënde në Tiranë Zot. Shfaqet lavdin tënde Zot në Shqipëri Zot. Në emër të Jezusit Zot. Shfaqet lavdin tënde Zot. Shfaqet lavdin. Aleluja Zot. Na mbulo me lavdi Zot. Aleluja Zot. Zoti tha Adamit dhe Evës, shumoni dhe mbushni tokën. Kur ata akoma nuk ishin mëkatuar, ata shëmbëllenin lavdinë e Zotit. Dëshira e Zotit ishte që toka ishte mbushur plot me njerëz që pasqyronin lavdinë e Tij. Prandaj ai solli Jezusin që të restauronte shëmbëltyrën e Tij. Ai na ka restauruar mua dhe ty, na ka restauruar në Krishtin. Prandaj sot mos beso gënjeshtra, po thuaj unë kam mendjen e Krishtit. Hey, unë kam mendjen e Krishtit. Dhe kur unë kam mendjen e Krishtit, unë do shfaq lavdinë e Krishtit kudo që jam, dhe toka do mbushet plot me shëmbëltyrë. Digjit e mjanë Zotit. Të mjanë që Zotit kërkon është mendja ime dhe mendja jote, zemra ime dhe zemra jote. Le t'ja ofrojmë Zotit ataj. Tani.
meriton la vie. Edhe gjithë të punën e shfaqjes sot është ai që e kryen. Ai na tregon gjërat, ai na tregon kurthet e djallit. Dhe ai na tregon që djalli është poshtë këmbëve tona, ai na zbulon fjalën e Perëndis. Ai na bin për gjykim.
shpëtim, për mëkat dhe për drejtësi. Faleminderit frymë Zotit që ti je brenda nesh. Ti nuk je vetëm fryma e shenjtë është brenda teje, dhe kur fryma e shenjtë është brenda teje, Jezusi banon në zemrën tënde. Ati Perëndi banon me ty. Edhe në qoftë se ka rrethana që akoma nuk janë zgjidhur, kanë probleme që nuk kanë marrë zgjidhje sot. Thuaj Zotë, Zotë, shfaqu në këto probleme, Zotë. Shfaqu, Zotë, tani. Dhe nga sote në vazhdim, do ketë një zgjidhje të re, një jetë të re, do kem një nivel të ri, një botë kuptim të ri. Haleluja, Zotë. Një gëzim të ri, Zotë, do t'japi ty. Një këngëzimje do t'a vendosi në zemrën tënde. Faleminderit, Zotë. Faleminderit, Zotë. Zotë është i mirë. Një zjarë të ri. Dhe në qoftë se ti mendon që zjarri është sikur i fikur në shon tym, Zoti do fryj. Fjala e Zotit thotë unë nuk do ta fik kandilin që në shon tym, po do t'i fryj zjarr nga fryma e shenjtë. Prandaj sot merr zjarr nga fryma e Zotit, merr shërim nga fryma e shenjtë, merr çlirim nga fryma e shenjtë. Zoti thotë nuk ka asnjë gjë të vështirë për mua. Çdo gjë e vështirë që ti po as përpara, sot ka zgjidhje në emrin e Jezusit. Sot ka shërim në emrin e Jezusit. Sot ka bekim në emrin e Jezusit. Sot ka begati në emrin e Jezusit. Presenca e Zotit është këtu. Prandaj merre sepse shpanas. Jezusi tha, ejani te burrimi, edhe merr se shpanas. Unë do t'jap ty ujin e gjallë. Uji i gjallë është këtu sot. Pi nga uji i gjallë. Pi nga uji i Zotit sot. Merë më shumë, merë më shumë. Tuaj frymën Zotit, unë tua më shumë, më shumë, më shumë. E në qoftë se je për herë të parë, nuk ka rëndësi. Zoti do të preki ty, Zoti do të shfaqë ty. Në emër të Jezusit, Zot, shfaqë Zot. Shfaqë Zot në këtë ditë. Shfaqë në fushën e financave, Zot. Qofse ke pasur vështirësi në financa, qofse ke pasur vështirësi për paguar qiran, apo nuk e shpirë, thuaj Zoti, Zot shfaqë, dhe Zoti do të shfaqë. Shfaqë Zot. Zot shfaqë në emër të Jezusit. Si pas pasurisë laudisë tënde, ti do të plotësosh gjitha nevojat e mia, gjitha nevojat e kishës tonë. Ne besojmë në fjalën e besimit, Zot. Ne bijem dakord me fjalën tënde, Zot. Ne të adhurojmë ty, ne të adhurojmë ty, sepse ti je i vetmi i vërtetë, Zot. Nuk ka një Zot tjetër, Zot, ti je Alfa dhe Omega, ti je fillimi dhe mbarimi, Zot. Ti je i gjallë, Zot. Jezus është i gjallë. Kjo e bën atë ndryshe nga çdo fe tjetër. Fetë e tjera besojnë në një njeri të vdekur, por Jezus është i gjallë. Ai u ringjall për së vdekuris. Ai është atje lart në qiell, po ai vazhdon përmes besimit në zemrat tona. Haleluja, Zot. Te ta adhurojmë, Zot.
defekte, Zot, por ajo ngelet sërish në sy e jote, Zot. Amen. Halleluja. Faleminderit, Zot, që këto të vërtetë, Zot, restaurojnë gëzimin e jetën tonë, Zot. Halleluja. Faleminderit, Zot. Faleminderit, Zot, që ti ke vendosur fitore në ne, Zot. Faleminderit, Zot, që ti ke vendosur këmbë, Zot, në ne, Zot. Fryma që ne kemi, Zot, për brenda ne, Zot, është për t'i dhënë atë emrin më të bukur që ekziston, Zot. Dhe ky është